Zi e madhe ka përfshirë Litovunin në Makrimja pas vrasjes që tronditi komunitetin vendas dhe la pas një fshat të mpirë nga dhimbja dhe abia. Viktima ishte presidenti i komunitetit litovjan, Kostas Aleksandris, dhe autori i krimit ishte një burr që deri pak vite më parë konsideroi shoku i tij që e konsideronte si vlla. Të dy burrat, siç thon banorët, ishin të pandashëm, askush nuk mund ta kishte imagjinuar se kjo marrëdhënie e ngushtë do të përfundonte në tragjedi. Megjithatë, sipas dëshmive nga fshatarët, mistësia e tyre u prish kur gruaja e presidentit dyshohet se pati një aferë me autorin e krimit dhe braktisi burrin e saj për rreth një vit. Kur kjo marrëdhënie mbaroi, gruaja u kthye te burri i saj. Ai e pranoi përsëri në shtëpinë e tyre e përqafoi, siç thon vetë fshatarët, dhe presidentin e tyre për hir të fëmijës së tyre të vetëm. Pavarësisht përpjekjeve për të qëndruar përsëri së bashku si familje, plaga nuk u shërua kurrë. Ai e mbajti kryqin e tij i vetëm, than për prototema njerëz që e njohin mirë. Marrëdhënia e dy burrave ishte e tensionuar që nga ajo kohë. Takimet e rastësishme në fshat rezultuan në fjalë dhe kërcënime të ashpra të njohura për të gjithë. Fjalë të rënda që për fat të keq, siç doli më vonë, nuk mbeten vetëm fjalë. Vrasja e presidentit ka shkaktuar tronditje dhe trishtim, një komunitet i tërë është i tronditur. Për fat të keq, presidenti ynë humbi jetën në një mënyrë të dhunshme, duke lënë pas një fëmijë dhe ne të zhytur në zi, kanë thënë njerëzit e tij në fshat, që nga dje duke e shtuar për autorin e krimit, ai e tradhtoi, e lëndoi dhe e vrau. Gruaja e viktimës u largua nga fshati. Sipas banorëve të fshatit, gruaja e viktimës, 51 vjeçare, e shkatruar dhe e paaft për të përballuar atë që ndodhi, është larguar nga fshati pas vrasjes dhe po qëndron te një i afërm. Autori i krimit, i cili ka rrëfyer krimin e tij, pritet të dalë në gjykatën e Mesologjisë, ku do të thirret për të dhënë llogari për aktin që zhyti një fshat të tërë në errësirë. Autoritetet policore duken të kujdesshme ndaj akuzave të të akuzuarit, i cili po përpiqet të justifikojë aktin e tij duke përmendur frikën dhe vetmbrojtjen. Autori 45 vjeçar pretendon se në kohën e incidentit e pa viktimën duke e drejtuar nga brenda makinës së tij, si pasojë së cilës u friksua dhe e goditi i pari. Megjithatë, ky version specifik nuk duket se i bind policët, që po hitojnë çështjen e cila po shqyrton të gjitha faktet e krimit. Por si ndodhi vrasja? Sipas të dhënave fillestare të hetimit, autori dyshohet se i ka ngritur prit viktimës dhe teksa 51 vjeçari po kalonte me makinën e tij, e ka qelluar ato 3 herë. Të shtënat me armë kanë bërë që drejtuesi i mjetit të humbas kontrollin, i cili ka përfunduar në fushën e zonës. Gjatë autopsisë në vendngjarje, oficerët e policisë përcaktuan se viktima, e cila ishte e veshur me rroba të errta, u gjet me fytyrën poshtë në sendiljen e pasagjerit. Brenda automjetit u gjet një pushk gjau, gjë që konfirmoi se 51 vjeçari ishte gjithashtu i armatosur. Disa orë pas krimit, autori i krimit kontaktoi autoritetet duke kërkuar të dorëzohej, ndërsa thuhet se tha karakteristikisht: "E jani të më merrni nga shtëpia, unë e vrava." Sipas informacioneve, ai dorëzoi edhe armën që përdori. Më pas, ai u dërgua në departamentin e policisë lokale ku po mbahet, ndërsa hetimet po vazhdojnë për të sqaruar plotësisht rrethonat dhe motivet e vrasjes.